Përshëndetje të mirë dhe mi. Këtu kam hedhur 4 letra, po dhe 4 taro oracle. Kemi 4 letra dhe 4 letra oracle në lidhje me fundjavën, po dhe në lidhje me javën që vjen. Ju uroj kudo që t'jeni një fundjavë të bukur, por gjithashtu ju uroj dhe ju që jeni çunat e Anglisë dhe vajzat e Zvicrës me mesazhet dhe me urimet që më kanë dhënë këtë javë. Të shohim tani se çfarë do sjellë kjo fundjavë për ju dhe në përgjithësi në jetën tuaj private, por unë do të cek pak edhe energjitë tuaja për ditën e sotme, si ndiheni ju këtë fundjavë dhe si keni hyrë në këtë muaj prill. Okej? Vazhdojmë me letrën e parë, që është letra Asi i shpatës. Asi i shpatës, shikojni këtu asin e shpatës. Shikojmë një person, femër apo mashkull, qoftë ti që e dëgjon, shtrëngon shpatën në duart e tua dhe shikoj që trëndafilat po zvariten në shpatën tënde në ato dy tehat. Me sa shikoj, je duke udhëhequr me mendjen tënde gjëra të reja për të ndërtuar diçka të re, sepse ke kapur me dy duart shpatën dhe shpatën nuk e mban kokë lart, po është kokë poshtë, domethënë që kjo fuqi simbolizon diçka shumë të bukur, por je duke u angazhuar për ide të reja në realitetin që ne po jetojmë ditën e sotme. Shikoj që këtë moment diçka e bukur, një njohuri e re, një frymëzim i ri, duke udhëhequr në rrugë të reja dhe duke bërë plane për veten tuaj. Me sa shoh, kjo femër ose ky mashkull prej diçka të bukur këtë fundjavë ose javët në vazhdim, diçka që ta qartësoj nga mendimet, nga gjërat që kërkon, dhe unë shikoj me këtë letër një lajm shumë të bukur, pozitiv, dhe si mund ta hedhësh këtë hap drejt së ardhmes tënde duke përfshirë idetë tua, duke përfshirë realitetin, duke përfshirë konceptin tënd, por nuk ke pse të presësh, duhet të hedhësh një hap përpara, sepse duke menduar je gjithmonë duke ndëjtur në të njëjtin vend, në të njëjtën përkushtim ndaj së ardhmes. Ndaje idenë tënde me dikë që të japë energji, jepi vetes tënde ide të reja dhe shikoj që do marrësh një hap të ri në jetën tënde. Me sa shikoj këtu, shikojmë që letrat do kalojnë edhe në një video pas kësaj. Do bëjmë 2-3 video që ta dëgjoni këtë çfarë do sjell ky parashikim, sepse është një parashikim shumë pozitiv, këtë kanë ardhur unë si kam parë më përpara letra dhe këtu na vjen dhe asi i monedhës që më tregon gjëra të reja, gjëra të bukura. Shikoj që asi monedhës ka lidhje me punën, ka lidhje me të ardhmen tuaj, ka lidhje me anën ekonomike, anën materiale. Shikoj që ti je duke u rritur nga ana materiale çdo ditë, por jo vetëm nga ana materiale, por dhe nga ana e ndjenjave të tua. Asi më tregon që ju këtë moment dhe kemi dy asa, kemi asin e shpatës, që ti je duke luftuar me veten tënde për disa gjëra tjera, por dhe nga ana tjetër je duke u rritur shpirtërisht dhe nga ana materiale, do të thosha. Kjo letër më tregon që ti ke shumë ide në jetën tënde dhe ke një rrugë të hapur. Okej, ke një rrugë të hapur në lidhje me ndjenjat, në lidhje me gjërat që kërkon, dhe shikoj që faqja e kupës këtë moment më tregon që ti je i lumtur këtë muaj, ti je e gëzuar këtë muaj. Shikojeni, dhe këtu faqja e kupës më tregon peshkun. Peshku na tregon që gjërat do të ndryshojnë, do ka përxejmë disa sfida, dhe këtu më tregon që ka një energji magjike në jetën tuaj. Është një energji që ke filluar të ndrosh, ke filluar të udhëheqësh rrugën tënde, ke filluar fatin tënd, duke ndryshuar gjëra të reja në jetë. Por kjo letër na tregon që kemi atë fëmijën e brendshëm, kemi atë fëmijën e vogël. Çfarë do të pëlqente një fëmijë në këto momente? Atë duhet mendoni, një pjesë të jetës tuaj që është e munguar. Se këtu kur shikoj që kur ti e gjen kohën të qeshësh si ai fëmia, aty je duke u lumturuar me gjërat e tua. Shikoj që ke nevojë të futesh në për aktivitete, të ndihesh lozonjare, se shumë tipa si puna e tuaj, nuk them në rrjetet sociale, por në jetën e përditshme tuajën, jeni lozonjar, por nuk e keni vënë në punë këtë buzëqeshje, këtë mendim pozitiv për veten tuaj. Kjo letër më tregon që cila është ajo dashuri që më e madhe se sa dashuria e një fëmie. Si mund ta nderosh atë fëmijën tënd të brendshëm dhe të besosh në fëmijën tënd të brendshëm.
Dhe letra e 4 na tregon mbretin e kupës, që na tregon ky mashkull është me një zemër të madhe ose kjo femër është me zemër të madhe, na tregon një forcë të madhe dhe është mjaft i guximshëm dhe i hapur për të diskutuar disa gjëra në lidhje me dashurinë, por ju duhet ta shfrytëzoni këtë moment. Me sa shikoj mbreti i kupave përfaqëson energjinë mashkullore që në të gjithë ne e duam këtë gjë, është diçka që po vjen, ai po mendohet këtë moment si të hyjë dhe të veprojë në jetën tuaj dhe shikoj që ky është i prirur që të përfaqësoj me atë humorin e tij, me atë energjinë e tij, me atë fuqinë e tij. Ky është gati të luftojë për këtë energji, për këtë fuqi dhe për këtë dashuri. Por, nga ana tjetër, shikoj që ky person duhet të di të trajtojë ty sepse ti ke shumë probleme brenda vetes tënde, siç e thash dhe pak më lart, që gjërat ti ke nga e kaluara, shpatash me 2 teha dhe tani je lodhur të luftosh për ndjenjat, por nga ana tjetër më tregon që ti je fëmijë brenda vetes tënde dhe duhet të fillosh një rrugë të re në jetën tënde. Ky person do të tregojë që unë të ta mbaj fjalën, jam i udhëhequr nga zemra ime, thot. Por të shikojmë dhe letrat e orakull çfarë na sjellin. Na sjellin që je një femër ose një mashkull që ndëron, mediton, është një femër që është një person që e mirë kupton urtësinë brenda vetes dhe je drejtësardhmes, je një person që ecën me libër të hapur, je një person që udhëheq të ardhmen tënde. Me sa shikoj ndjenjat e tua këtë moment janë duke u shtypur, por nga ana tjetër tregosh dhe një si mësuese fortë drejt një drejtimi të ri dhe gjithashtu shikoj që ke interesa në dashuri. Në dashurinë dhe na të vjen letra e diellit që na tregon që je një femër ose një mashkull mendimtar, i kthyer, shikoj që je një person që dikush është duke ju mashtruar këto kohë, bëni kujdes, mund të jetë femër, mund të jetë mashkull, por ti aktualisht ke disa informacione të gabuara këto kohët e fundit dhe këto informacione nuk të bëjnë të jesh i vetëdijshëm. Gjithsesi me këtë energji që shikoj unë këtu, jeni të vetëdijshëm, me këtë, domethënë siç të dëgjosh këtë live-in do thuash çfarë më tha ajo Tarua, çfarë dëgjova në letra, çfarë energjie më tregoi që unë duhet të vendos kufij, për çfarë duhet të vendos këto kufij? Sepse ti zemra ime duhet të harrosh disa gjëra në jetën tënde dhe të jeti vetëdijshëm duke vendosur kufij në jetën tënde dhe të mbash atë energjinë tënde. Pse? Sepse ti duhet të hapësh zemrën, duhet të hapësh mendjen, duhet të jesh e mençur brenda vetes tënde. Kjo letër më tregon që duhet të jesh i përqendruar në gjërat që kërkon dhe ti besosh mësimit tënd, sepse shikoj që ke mënyra për të vazhduar përpara dhe diçka pozitive me letrën e diellit. Nga ana tjetër më vjen një femër ose një mashkull, mos shikoni aparencën e letrës, por shikoni atë që energjinë tuaj, është një femër që më tregon që këtë moment ju duhet të shikoni gjërat me vlerësim, me mirënjohje, shikoj një grua të fortë që mban një trëndafil në duar. Kjo shijon aromën e trëndafilave, shijon lulëzimet e reja. Megjithatë përreth jush këtë moment ka shkure dhe thera. Është e vërtetë kjo dhe shikoj që në jetën tuaj nuk ka shumë lulëzim, nuk ka shumë dashuri, nuk ka shumë bekime. Me sa shikoj pas datës 15, po e zëm kështu, pas datës 15, këtu shikojmë që ka diçka në horizontin tuaj, është dielli që depërton dhe letra e diellit që na erdhi pak më parë, siç e pam dhe pak më parë këtu lart, letra e diellit na tregojnë që ka diçka të bukur me këtë energji që po vjen. Shikoj që ti duhet ta vlerësosh këtë energji sepse është pranvera, shpesh pranvera shënon krimtari të mëdha, gjëra të rëndësishme. Shikoj që zonja këtu ka dhe një libër, diçka në lidhje me gjërat që ju kërkoni, por dhe nga ana tjetër kemi një foshnjë dhe shikoj që këto të dyja e kanë një pohim, mbase ju mendoni që mua më shkoi mosha, mbase ju mendoni që unë dua të bëjem nën, mbase ju mund të mendoni që e vërteta në vizionet e mia është që unë duhet eci përpara dhe në jetën tënde e ka ardhur gjithmonë një errësirë, do të thosha. Por me këtë letër ne na tregojnë që ka diçka që do përmbyset dhe do vi ajo që ti kërkon. Është një kartolinë shumë e bukur, është një letër shumë e bukur në jetën tuaj. Përgëzoje veten në çdo moment dhe zgjidhe vlerësimin për veten tënde sepse ky vendim zhvendos ndërgjegjen tënde. Unë të jap garant për disa gjëra, por këto gjëra duhet të garantojnë nga ty brenda shpirtit tënd, okay? Dhe letra e fundit me një përmbledhje të shkurtër me lidhje me shtetin, shikoj që nuk prisni këtë përgjigje, po ja që është një përgjigje pozitive. Duhet t'i pesoni mirë gjërat. Nga data 6 deri në datën 15 shumë ndryshime do ndodhin në jetën tuaj, por ti do të tërheqësh një lidhje shumë të fortë me veten tënde. Është një lidhje mrekullueshme e dobishme në lidhje me shtetin, që shteti ka për të ndihmuar ty. Ju përshëndes.